Ju në këtë rast si mendoni, çfarë mesazhi kanë dashur të japin autorët me këtë atentat? Nuk e di nëse është mesazh politik apo mesazh i grupeve. Nuk e kam të qartë tani. Me kaq informacion sa kemi, e kemi të pamundur të arrijmë në një konkluzion për të përcaktuar mënyrën dhe organizimin. Por derisa janë persona të cilët janë të implikuar, automatikisht ata e dinë shumë mirë se kush e ka godit. Sepse kjo është çudia sot në Shqipëri, sepse secili e din se çfarë po i noll në momentin e duhur. Por ka dhe gjë që ta janë vrasje të grupeve, por ama ata nuk i nalon dot as policia, as kush nuk i nalon, sepse ai që do me të vra ka do menën me të vra dhe nuk diskuton, gjen mekanizmin ku me të vra. A shpëton, a nuk shpëton, është gjë tjetër. A do ta vrasin, a nuk do ta vrasin, është tjetër diskutim. Por mënyra, veni do jetë shumë, ka qenë shumë i sigurt personi kur ka bëhet veprim. Zoti Pietra, çfarë tregon ky atentat mbi sigurinë sa i përket Tiranës, duke qenë se kryeqyteti kishte rënë në qetësi për disa kohësh lidhur me atentate të tilla mafioze? Tani siguria nuk është se nuk është vend dorë në sigurinë, por grupet do ekzistojnë gjithmonë. Mund vrasin në mes të parlamentit, vrasin në mes të kryeministit, si suvran në mes të gjykatës aperi, pra vrasjet nuk i nalon dot. Por sigurisht më mirë se ka qenë, që të flasim realitetin. Pavarësisht se edhe këtë të sotshme në deklaratën e ministrës lidhur me gjenjen Shqipëri dhe me sigurinë, nolli poshtë veprimi sapo nolli situata. Zoti Pietra, të kalojmë tek një fenomen që po prek qytetin e Përmetit, ku vitet e fundit janë zhdukur 4 banor të rrethit të Përmetit në fshatra të ndryshëm dhe ende nuk janë gjendur, dhe së fundmi është zhdukur dhe i person tjetër i quajtur Agron Çumani. Deri më tani policia, autoritetet nuk kanë asnjë gjurmë të këtyre personave, të cilët largohen nga shtëpia, kryesisht kanë qenë me probleme të shëndetit mendor dhe më pas nuk rikthehen duke mos lënë asnjë gjurmë. Në këtë rast, me çfarë fenomeni kemi të bëjmë të zhdukjes së këtyre personave? Mendoj që shteti duhet vënë me një herë pra alarmin nëse këta persona mund të tregtohen organet e tyre, sepse jemi para një pike që nuk gjenden. A shumë e tmerrshme të thuash nuk gjenden personat. A shumë i rrezikshëm për të ardhmen dhe mund të kalojnë edhe në zona të tjera. Nëse kemi në një grup kriminal për shitjen e organeve, është diskutim tjetër. Pra, shteti duhet vendor, diçka po noll, sepse nuk është rasti që ka shumë persona të cilët janë zhdukur. Pra, linji pikë pyetje e madhe, a jemi para një trafiku të organeve apo jo? Në cilat pista policia dhe prokuroria duhet shohë në këtë rast, sepse personat përshkrojnë një rrugë të caktuar dhe më pas zhduken krejt rastësisht. Këtu kemi të bëjmë me mbytjen e tyre në Lumivjoz, me sulme ndaj nga kafshët egra, apo kemi të bëjmë me ndonjë vrasës serial i cili i ndjek ata duke qenë se janë edhe persona që nuk kanë aftësi fizike të duhura për të përballur me sulmet. Si duket ata janë persona të pikasur nga ky grup. Dhe duhet patjetër pra që shtetit vend në lëvizje të këtyre. Sepse edhe i si që them që nuk është e lehtë, por nuk është e vështirë të zbulohen. Sepse zbulimi i tyre do pasqyronte mos jemi para si puna asaj shtëpisë verdh në kohën e luftës Kosovës. Dhe mendoj që duhet me njëherë të merren masa. Nuk është se është rastësia jo, që zhduken këta persona. Në këtë rast, sa i përket këtij fenomeni, policia dhe prokuroria, a do duhet që të intensifikojnë hetimet e tyre, duke qenë se
kemi të bëjmë me 4 të humbur, përfshirë edhe rastin e fundit dhe 3 të tjerë më parë dhe ende nuk kemi një përgjigje konkrete? Disa herë kam thënë që policia e shtetit, as prokuria, as oficerat e policisë gjyqësore në prokurori dhe krimet nuk kanë shumë interes. Qytetarët duhet ta kuptojnë që në këtë raste duhet pajtojnë një detektiv privat dhe ose një studio që ka shumë detektiv privat për të realizuar çdo gjë. Nëpërmjet detektive privat ta jap të sigurt që zbulohen ta persona ku janë, çfarë ka ndodhur me ta dhe më tej. Ndërkohë gazeta lokale Bashkësia Përmetit shkruan në Facebook se bëhet fjalë për një vrasës manjak i cili i pikas këta persona, i ndjek dhe duke qenë se ata kryesisht janë persona me probleme të shëndetit mendor, arrin që ti azjesoj, të paktën si shkruan në kjo gazetë lokale, dhe këtu bëhet fjalë për një vrasës të tillë manjak i cili kalkulon sipas saj të gjitha lëvizjet e tyre. Në këtë rast, do duhet autoritetet ta marrin për bazë një version të tillë dhe të vijojnë më tej hetimet konkrete? Mendoj që është tepër vonë kur ka pasi rast 2, vjen i treti dhe i katërti, duhet marrin masat menjëhershme. Nuk mund të presin ata që të personit vinë të thotë vetë që unë jam vrasësi. Por ama, edhe nëpërmjet këtij informacioni të asaj gazete lokale, policia mund të marrë informacione se ku e arrin në konkluzionin kjo gazetë për të nxjerrë këtë lajm, sepse ai ka disa prova, ka disa indicie, ka disa thasheteme të paktën. Dhe mendoj që prokuria e Përmetit duhet filloj menjëherë çështjen lidhur me këtë situatë. Zoti Pjetër, dhe i pyetja e fundit, në këtë rast prokuria dhe policia e Përmetit ato duhet të rrisin intensifikimin e tyre dhe të ngrenë vigjilencën si vetë si autoritet, po ashtu dhe tek vetë banorët që të denoncojnë çdo rast të dyshimit? E kam thënë disa herë, pra që çfarë ndodh në Shqipëri, sapo zëvendësohet drejtori i përgjithshëm apo një person tjetër, drejtori i përgjithshëm ndërron gjithë shefat e krimeve në gjitha rrethet. Çka do thotë që pra në kohën e mëparshme shefi i krimeve arrite në një vrasje, një vjedhje e kuptonte menjëherë se ku ndodhi dhe kush e kryvi. Ndërsa sot nuk ndodh asnjë vend që ai shefi i krimeve të shkojnë në një rreth, rrinë 2 muaj dhe të mësojnë për krimet që ndodhin në atë rreth. Është e vështirë. Pra, kjo ishte edhe një thirrje që ju bëj gjithë institucioneve të policisë Shqipërisë, që shefat e krimeve, minimumi shefat e krimeve, mos t'i lëvizin as shpesh, pra, sepse shefi i krimeve është personi i cili zbulon krimin dhe po të kishte pas një shef krimesh aty, do kishim arrit në konkluzionin menjëherë se ku dhe çfarë po ndodh. Dhe mund ishte edhe paranalu. Zoti Pjetra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.